shumica e pacientëve që mund ta dëgjojnë këtë intervistë do e gjejnë veten tek fjalitë që unë i them. Unë kam 2 çuna, edhe sado që merrem me skoliozë nuk e di nëse fëmijët e mi do bëhen me skoliozë. Dhe kjo fjalia duhet të ketë shumë kuptim brenda, që unë sado që merrem përdit me këtë shoh shumë pacient, por nëse do ta dija se si do trajtohesh në mënyra më mirë e mundshme, do ta bëja për çdo fëmijë. Por duhen marrë vendime të ndryshme për fëmijë të ndryshëm në periudha të ndryshme. Dhe gjithmonë të jemi vigjilent për kontrolluar fëmijën. E vetmja mënyrë se si ne mund ta luftojmë, unë vazhdoj të përdor fjalën luftë dhe të ulim progresionin e saj, janë depistimet, të cilat fatmirësisht kanë filluar prej pak kohësh në për shkollat publike, ku mësuesit e fizikulturave po japin edhe infermierët e shkollave po japin një ndihmë mjaftueshëm të madhe, ku kryejnë atë depistimin rutinë për të parë nëse kemi deformime të mëdha apo jo, pavarësisht se duhet kaluar në një nivel tjetër për ta parë akoma më në mënyrë më cilësore fëmijën, edhe duke i krijuar kushtet për ta parë ashtu siç duhet. Por që le të themi që hapat e para për të bërë diçka edhe në Shqipëri janë duke u marrë.